18 vite dashuri me bashortin tënd, më trego pak të lutem për historinë tuaj, si u njohët edhe se si është punosh 18 vite kaq ngushtë me njeriu që dashuron dhe që ke zgjedhur si shok jete. Nuk është e lehtë as e vështirë, por nuk di ndryshe, duhet shumë durim, duhet shumë respekt, duhet shumë bashkëpunim. Në fillimin ton, si 18 vjeçar, Darseni 21 vjeçar, nuk është që kemi pas të holla të mjaftueshme ose ende na ka financu familja, dhe me ato të holla që i kemi pas, na kemi dalë dhe jemi taku, edhe kemi shku në për lokale të ndryshme, me 5 euro, me 10 euro në xhep. Edhe më kujtohet një rast kur mbetëm pas një para në xhep. Edhe shkum me një party, kurse ara ishte te teatri Oda, edhe pithonjë një tjetrit, a ki parete? Jo, a kite? Jo, asnjë. Edhe ka qenë një shishe ujet aty afër, edhe tu qesh ashtu e kemi pa një tjetrit, ata marrim ta pim, edhe kemi marrë atë shishe edhe kemi pi. Është diçka që si një 18 vjeçar, pak pa i mbush në 18 vjet, e kemi bo edhe nuk e harroj asnjëherë. Se kemi nis prej asaj edhe sot po sa më prap duket gjithçka me drita, apo nuk ka qenë gjithçka e lehtë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.